Situata të ndryshme ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP-ut Benja 5 dhe kësaj radhe mes Brikenës dhe Mateos. Duket tashmë se këta dy banor janë shumë të pëlqyer edhe për publikun, por janë të urryer nga banorët brenda, pasi po krijojnë një dyshe e cila duket se po parapëlqehet shumë dhe po bëhet faktor në shtëpi. Në një bisedë në obor, Brikena ka folur pak me Mateon dhe ka ndarë një nga parimet e saj kryesore në raportet me meshkujt. Banorja ka shpjeguar se për të është kategorikisht e papranueshme që në mashkull të përdor fjalor fyes apo të shajë ndërkohë që ndodhet në praninë e saj. Ajo u shpreh qartë se nuk ndërhyn në atë çfarë bën ai kur është me shoqërinë e tij, por kërkon respekt maksimal kur janë bashkë. Në prezencën time, kur të fol dikush me mu, nuk kam qef që një mashkull të shaj. Çdo person që e kam njohur e di shumë mirë që në prezencë time nuk shan, ka theksuar Brikena. Nga ana tjetër, Mateo e mirëpriti këtë qëndrim duke pohuar se edhe për të është një kod personal që të mos përdor fjalor të papërshtatshëm përpara një femre. Megjithatë, Brikena e ka kritikuar disa herë kur ai ka patur një debat me Mjerin dhe Rogertin dhe ka përdorur fjalë të papërshtatshme, por ai ka kërkuar ndjes dhe ka thënë që ajo ka qenë një situatë dhe ka qenë shumë i nervozuar dhe i inatosur, prandaj edhe ato fjalë kanë dalë. Ndërkohë, duket tashmë se çifti ka hequr barrierat dhe ka vendosur të njihet me njëri tjetrin, duke bërë kështu një çift i cili nga jashtë po shikohet sikur ka ndjenja të vërteta dhe nuk po përdoret asnjë gjë për lojë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se me të vërtet banorët kanë ndjenja për njëri tjetrin, apo të dy ose një prej tyre po e bërë këtë si strategji loje? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.